Ky është kampionati kombëtar që zhvillohet në Durrës për të rinj dhe për të rritur. Është hera e parë që bëjmë bashkë me Kosovën, kampionati kosovar kombëtar dhe kampionati shqiptar kombëtar, edhe të dyja bashkë. Për sa i përket për Durrës, ka 5 vjet fatikisht që është bë kampionati i fundit shqiptar, po me ujë të kripur, kurse këtë vit është hera e parë në Durrës gjatë gjithë historikut vet të Notit Durrësak për 70 vjetësh që bëhet me ujë të ëmbël. Edhe ky është kampionati i veçantë për një arsye të veçantë, se është hera e parë si që theksova edhe shpar që do bëhet kampionati kosovar në vete, kombëtar, kampionati shqiptar në vete, edhe kam të klasifikuar me pikë ekipi kosovar në vete, ekipi shqiptar në vete, ku të dali ekipi kosovar më i mirë i Kosovës dhe ekipi shqiptar më i mirë i Kosovës. Edhe njëkohësisht do bëhet konkurrohet edhe ekipet kosovare me shqiptare bashkë, ku të këto garë ka përdalë edhe ekipi shqiptar ose kosovar më i mirë i këtij aktiviteti. Grup mosha fillon nga 8-9 vjeç deri në moshën 18 vjeç, 20 vjeç, 22 vjeç, sa të ketë mundësi që është tash është hapur. Garusë gjithsej janë rreth 300 vet mund të jenë. 300 a 350 vet që mund të bëhen meshkuj edhe femra. Jo Durrësi nga Durrësi mund të bëhen rreth 35 vet. Çuna goca, të vegjël dhe të mëdhenj. Të mëdhenj gjithsej fatikisht janë rreth 15 vet. Të mëdhenj. Kurse të vegjël janë diferencë tjetër. Fatikisht Noti në këto vitet e fundit ka marrë një zhvillim shumë të madh. Arsyet kryesore janë fatikisht sidomos për Durrës, me ndihmën e bashkisë edhe të klubit të Durrësit, edhe me këtë financim që ka bërë Populli i Prishtinës, që është një gjë, është pishina e vetme në Shqipëri që është bërë me ujë të ëmbël edhe me këto parametra që janë. Edhe mendojmë me këto kushte që Durrësi do jetë i padiskutueshëm në të ardhmen edhe për momentin në vend të parë.